Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Kryeministri Edi Rama paralajmëron ndërtuesit se nuk do të ketë tolerime në taksa dhe detyrime. Gjatë një takimi me sipërmarrjen private në kuadër të paqes fiskale, kryeministri u shpreh se ndërtimi i sektorit me fitimin më të lartë në Shqipëri dhe bizneset vijojnë të deklarojnë punonjës me paga minimale. Paqe me ndërtuesit nuk ka. Paqe fiskale me të gjithë po. Paqe për standardet me ndërtuesit nuk ka. Më keni mbrapa këmba këmbës. Mua edhe gjithë qa janë që varë nga unë. Pastaj keni ca bashki që mund të bëni lodra sa të doni, vazhdoni bëjni, po u kapët si u ka fajin njeri. Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Malej konfirmoi se norma 5% që u përcaktua në ligjin për vlerësimin e pasurive të paluajtshme përmban pikërisht faktin edhe të amortizimit banesave. Malej informoi se janë duke punuar që gjithë kuadri ligjor fiskal të njësohet dhe të jetë në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. Kjo paket, e cila përbëhet nga 8 ligje, ku në këto 8 ligje, 4 ligjet kryesore besoj biem dakord që janë ligji për faljen e detyrimeve tatimore, është ligji i paqes fiskale, është TVSH-ja në bujqësi, është edhe ligji i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme. Këto janë besoj 4 ligje që edhe juve ju impaktojnë më gjërësisht. Duam të ngrejmë një sistem i cili nxit konkurrencën e ndershme, forcon besimin, por nga ana tjetër na afron kuadrin ton fiskal me kuadrin fiskal të Bashkimit Evropian. Sipas tij, nëse kuadri fiskal i Bashkimit Evropian parashikojnë që normat tatimore për transaksionet nga pasuritë e paluajtshme të jetë më ulët, atëherë kjo do të reflektohet edhe në Shqipëri. Personat me aftësi ndryshe në Shqipëri do të përfitojnë nga 15.000 lekë shpërblim për festat e fundvitit. Qeveria ndryshoi buxhetin për herë të katërt me një akt normativ. Ministri i Financave Petrit Malej njofton se përmes këtij akti përfitojnë 148.000 persona. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fundvitit do të jetë 15.000 lekë apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm, do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Krahasaj në llogarinë për pensione në Bankën e Shqipërisë do të kalojnë fondet e pashpenzuara nga institucionet këtë vit rreth 150 milion euro. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Me rishikimin e buxhetit të ri, 2 miliard lekë shtesë do të shkojnë për fermerët nëpërmjet skemave mbështetëse. Gjithashtu 1.2 miliard lekë shtesë janë parashikuar për pushtetin vendor me qëllim shlyerjen e borxheve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama garanton dhe 100 milion euro mbështetje për fermerët. I pranishëm në një aktivitet ku prezantuan mekanizmat që do të vinë në ndihmë fermerëve, ndërkohë që vendi synon anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Edi Rama tha se marrëveshja është një kontratë shtetërore, gjithë faktorëve institucional dhe shtetëror dhe të gjitha grupeve të interesit. Kjo do të arrihet me mbështetjen e Bankës së Zhvillimit, e regjistruar dhe ka gati planin për të filluar të jetësojë aktivitetin e vet, po ashtu dhe me mbështetjen e Bankës së Shqipërisë që ka vënë në dispozicion një kredi aktive dhe me mbështetjen e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural dhe të Bashkimit Evropian, deklaroi Edi Rama. Një instrument i rrezikshëm financiar pas një kontroll real, përmes të cilit mund të abuzojnë qindra milion euro nga paratë e qytetarëve, komentoi deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku vendimin për ngritjen e Bankës Kombëtare të Zhvillimit. Përmes rrjeteve sociale, deputeti e Partisë Demokratike vlerësoi se ky institucion rrezikon të kthehet në një lavatriçe financiare. Problemi sipas Tabakut nuk është ideja e bankës, por arkitektura e saj e qëllimshme për të vjedhur në hije. Deputeti renditi disa nga shqetësimet kryesore sipas saj. Politik. 4 persona u arrestuan dhe 6 të tjerë u proceduan penalisht në gjendje të lirë në lidhje me ngjarjet e ndodhura një ditë më parë në protestën e opozitës përpara kryeministrisë. Në fund të fjalimit të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, protestuesit hodhën bomba molotov në drejtim të derës të kryeministrisë duke ndezur ambientet e jashtme të godinës. Përplasje të protestuesve pati dhe me policinë. Nga shpërthimi i molotovit raportohet për 2 efektiv të lënduar, por dhe një simpatizant i opozitës u përfshi nga flakët e lëndës ndezëse. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga protesta përpara kryeministrisë akuzoi shefin e qeverisë Edi Rama për lidhjet e tij me krimin. Në këmbë shqiptar, në misionin historik
për të larguar Edi Ramën, për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar demokracinë, për të shpëtuar familjen shqiptare. Berisha tha se kryeministri, pasi i shndroi zgjedhjet në farsë elektorale, ka vendosur të bëhet multimiliarder me parat tuaja publike. Sipas Berishës, kryeministri në një periudhë elektorale arrestoi liderët të partive opozitare duke falur dhe 2 miliardë euro gjopa dhe kamata vetëm për karrigen e tij. S'të ndahemi këtu, po t'ja fjalën s'të ndahemi as në Surrel. Hapëshim sytë, shih ta njerëz. Marshim drejt Surrelit. Po ju themun. A ju në ka shpall luft. Ne i shpallim luft. A i ka shpall luft shqiptarve. Ne i shpallim luft armikut shqiptarve. Berisha akuzon shefin e majorancës se ka bërë gjithçka që të mbyllë çdo hapësirë opozitës. Merret kryetari i Partisë Demokratike kishte deklaruar se nuk do të bratisë sallën e kuvendit, por nuk do të merrte pjesë në komisionet parlamentare. Pas protestës opozitës reagoi dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, ndërsa publikoi foto të Berishës ku në sfond, duke zjarret e shkaktuara nga hedhja e molotovëve përpara kryeministrisë Balla, ju drejtua kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha. Sali, ti nuk e djeg më dot Shqipërinë, shkruan Tauland Balla. Aktualitet. Klodian Brau merr zyrtarisht detyrën si drejtuesi i prokurorisë posaçme antikorrupsion në Shqipëri. Pasi mori mandatin nga paraardhësi i tij Altin Dumani, Brau angazhohet për të mbrojtur pavarësinë e SPAK dhe për të forcuar besimin e qytetarëve. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur para Këshillar Prokurorisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Byroja Kombëtare e Hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të SPAK-ut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke synuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Në marrjen e detyrës, kreu i prokurorisë speciale kishte një falënderim dhe për paraardhësit e tij. Marrja e detyrës më shumë se një moment simbolik është angazhim për të respektuar kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur pavarësinë e SPAK-ut dhe për të forcuar më tej besimin e qytetarëve. Dëshiroj të vlerësoj paraardhësimin e detyrë zotin Kraja për kontributin e tij në momentet e vendosjes së gurëve të parë të institucionit për të marrë formën që ka sot, si dhe zotin Dumani për guximin dhe integritetin e tij duke forcuar profilin e SPAK-ut dhe duke rritur besimin e publikut. Apeloi Klodian Brau, drejtuesi i prokurorisë speciale. Në ditën e fundit në krye të prokurorisë speciale, Altin Dumani vlerësoi se SPAK është më i fortë dhe më i konsoliduar se më parë. Ai shpreh mirënjohje për çdo që ka kontribuar për fshirë partnerët ndërkombëtar dhe është besim plot për vimësinë e misionit të SPAK në drejtimin e Braus. Në rrugën tonë jemi ndeshur me vendime të vështira, sfida institucionale dhe presione të mëdha. Në çdo hap kemi punuar me integritet, profesionalizëm dhe vendosmëri. Sot mund të them me bindje se SPAK është më i fortë, më i konsoliduar dhe më i besueshëm se më parë. Këto arritje janë rezultati i punës së palodhur të të gjithëve, prokurorëve, oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimit, hetuesve financiar, ekspertëve, stafit administrativ, kabinetit dhe të çdo punonjësi që ka kontribuar me ndeshmëri dhe kuraj. Gatishmëri, shërbimi i përforcuar dhe angazhim maksimal për të garantuar rendin dhe sigurinë publike gjatë festave të fundvitit dhe ditëve të para të vitit të ri 2026. Këto janë masat e marra nga Policia e Shtetit në Shqipëri në prag të festave të fundvitit. Masat kanë të bëjnë në shtimin e pranisë së shërbimeve policore me uniformë dhe atyre të policisë kriminale në territor, menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve në pikat e kalimit kufitar gjatë hyrjes daljes të shtetasve në territorin e vendit, duke shtuar sportelet dhe burimet njerëzore në të gjitha pikat, si dhe intensifikimin e masave për monitorimin e qarkullimit rrugor duke përdorur mjete inteligjente, shpejtësi matëse dhe dron. Shqipëria blen armatim pajiset me sistemi raketor Javelin. Lajmin e bëri të ditur ministri i Mbrojtjes Piro Vengu përmes një postimi në rrjetet sociale. Vengu tha se kjo u arrit fal bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër të tjera i theksoi se pajisja me këto sisteme forcon aftësitë mbrojtëse të forcave të armatosura, rrit ndërveprueshmërinë me NATO-n dhe sigurinë ndërkombëtare. Edhe këto pajime dhe sisteme vinë të përforcojnë edhe misionin e trupave tona, misionet NATO-s, qoftë edhe në misionet të Bashkimit Evropian apo si quhet në zonën e përbashkët të interesit. Kjo ka një dobishmëri të dyfishtë. Javelin është prodhuar nga ushtria amerikane dhe një e tillë kushton mbi $200.000 amerikan. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.